Dashur teleshikuesi, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Aksident me përplasje në seri të 3 mjeteve ka ndodhur mes ditën e sotme në afërsi të Savrës. Aksidenti nuk shkaktoi të lënduar, por vetëm dëme materiale. Policia e qarkullimit rrugor disiplinoi trafikun në autostradën në Lushnjë-Fier. Një aksident me përplasje në seri të 3 mjeteve ka ndodhur mes ditën e të hënës në autostradën në Lushnjë-Fier në afërsi të fshatit Savër. Aksidenti ndërmjet mjeteve ka patur vetëm dëme materiale dhe nuk ka patur të lënduar nga drejtuesit e mjeteve dhe bashkëudhëtarëve të tyre. Policia e qarkullimit rrugor menjëherë ka shkuar në vendngjarje dhe ka dokumentuar rastin, ndërsa i është dashur që të disiplinojë dhe trafikun rrugor në autostradë për shkak të bllokimit të njërës korsi të lëvizjes drejt Lushnjës. Sipas të dhënave të para, bëhet fjalë për një aksident të shkaktuar nga një defekt në një prej mjeteve për shkak të rrugës. Duhet theksuar se autostrada Lushnjë-Fier në disa vende ka probleme me infrastrukturën, ku një grop e hapur është rrezik serioz për drejtuesit e mjeteve, pasi mund të çajë gomat dhe është precedent për aksidente. Edhe pse kjo grop e hapur ka kohë që është raportuar edhe nga efektivët e qarkullimit rrugor për rrezikun që paraqet, asnjë mas nuk është marrë nga ARSH për sjellje në normalitet të kësaj pjese të rrugës, duke përbërë një rrezik për të gjitha automjetet që lëvizin në autostradë. Kryeministri Edi Rama kundërshtoi kërkesën e gjyqtarëve për rritjen e pagave. Sipas tij, fatura për rritjen e pagave do të shkojë 37 milion euro. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sot në rrjetet sociale me anë të një video mesazhi ndaj kërkesës së gjyqtarëve për rritje të pagave, të cilat sipas tij do t'i kushtonin buxhetit të shtetit 37 milion euro të taksapaguesve shqiptar. Këta njerëz mund të përdorin pushtetin e tyre për të shkelur mbi qeverinë, mbi parlamentin, mbi 2 pushtetet e tjera dhe për t'i rritur pagat vetes. Mendova këtë gjë, thot, që edhe ne të zgjuar jemi, të presim një moment përshtatshëm kur përgatishin zgjedhjet e tjera që ishin, dhe të paktën qeveria nuk do kishte kohë të merrej me ne apo me ju, dhe ndërkohë nuk i dije se ditë rezultati i zgjedhjeve. Thash ta bëjmë kështu tinës këtë punë, pa e pasur mendjen tjerët, edhe qeveria kishte zgjedhjet se kishte mendjen ke ne, dhe me këtë rast ti merrnim buxhetit shtetit, ti merrnim shqiptarëve nga taksas 37 milion euro. Aq është shuma. 37 milion euro të tjera. Kryeministri Rama krahasoi pagat e gjyqtarëve në Shqipëri me ato të gjyqtarëve në Greqi, një vend antar i Bashkimit Evropian, me të cilin janë të njëjtat, dhe me pagat e kolegëve të tyre në Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, ku gjyqtarët tanë marrin paga 2 fish më të larta. Sipas tij, kjo do të thotë se Shqipëria do të mbetet i vetmi vend ku gjyqtarët marrin pagat më të larta se gjithë të tjerët, madje edhe mbi ato të presidentit të Republikës. Kryeministri tregoi se kërkesat për rritje shkojnë deri në 1800 euro për gjyqtarët e shkallës së parë, 2000 euro për ata të apelit dhe deri në 3000 euro për gjyqtarët e strukturave të posaçme si SPAK dhe BKH. Megjithse SPAK nuk i është bashkuar kësaj iniciative. Çfarë kërkojnë konkretisht gjykatësit është faktikisht rreth 1800 euro rritje, jo pagë, rritje për gjyqtarin e shkallës parë, rreth 2000 euro rritje për gjyqtarin e apelit, dhe rreth 3000 euro rritje për gjykatësit e SPAK-ut, plus BKH-ja, SPAK-u etj. E duhet të në faktu që SPAK-u nuk i është bashkuar kësaj iniciative absurde, dhe kjo i bën respekt natyrisht. Këtu jemi. Do me thënë, jemi në një situatë kur gjykatësit duhen të imponohen mbi parlamentin, mbi qeverinë, mbi 2 pushtetet e tjera, dhe duhen të marrin rroga sipas mendimit të tyre. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi KLG-n se po mbroni Rena Gjokën duke mos e shkarkuar për falsifikimin në formularin e dekriminalizimit.
Sot pasi u paraqit në SPAK, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi para gazetarëve Këshillin e Lartë Gjyqësor se ka marrë në mbrojtje gjyqtaren e posaçme Irena Gjoka me refuzimin e kërkesës për të nisur procedurën e shkarkimit të saj për shkak të falsifikimit në formularin e dekriminalizimit. KLG-ja me votat e Yll Karupës, name and shame, është ajo që thotë idioma angleze, emroj dhe turproj. Ta turp nuk kanë, po unë do t'i emroj, tu do t'i emërtoj. Me votat e Yll Karupës, Ridvan Hados, Markelejn Koçaj, Emona Muçi, Klodian Kurushi dhe kreut të tij Ilir Rusi me 6 vota refuzuan apo vendosen mos pranimin e nisjes së procedurave për verifikimin dhe shpalljen e papajtueshmërisë së mandatit me famozën Irena Gjokaj. Këta persona të cilët shkelmojnë mbi një zinxhir, mbi një seri dokumentash zyrtare, shqiptare dhe ndërkombëtare, dokumenta të cilat i ndërpresin automatikisht mandatin Irena Gjokës, këta janë më kriminal se vetë Irena. Nisi sot plotësimi i formularit A1 për maturën shtetërore 2026, njofton në rrjetet sociale Ministri e Arsimit dhe Sporteve, Mirela Kumbaro. Ministri e Arsimit dhe Sportit Mirela Kumbaro në një postim në rrjetet sociale ka njoftuar se që sot ka nisur procesi plotësimit të formularit A1, që plotësohet online sipas udhëzimeve të publikuara në portalin e Albania, përmes të cilit nxënësit përcaktojnë lëndët me zgjedhje për provimet e maturës shtetërore 2026. Ministri e Arsimit thotë se aplikimi do të zhvillohet në datat 10-11 shkurt, ndërsa drejtoritë rajonale arsimore, zyrat arsimore dhe shkollat janë në dispozicion për të ofruar asistencë gjatë gjithë procesit të aplikimit. Gjithashtu Kumbaro u bën thirrje maturantëve të mos e marrin këtë vendim në mënyrë të nxituar, pasi zgjedhja e lëndëve ndikon drejt për drejt në orientimin akademik dhe studimet e mëtejshme. Sot ju do filloni të plotësoni formularin e rëndësishëm për finalen e viteve studimit të shkollëve mesme, formularin A1, me të cilin ju do të zgjidhni lëndët që do të keni në provimet e fundit në qershor të 2026. Është një zgjedhje e rëndësishme, nuk duhet me i lënë rastësisë se çfarë do të bëni në qershor, sepse lëndët që ju do të zgjidhni në një farë mënyrë ju orientojnë drejt fazës tjetër, atë të studimeve të larta për ata që do të vendosin të vijojnë studimet në universitet. Prandaj, këtë vendim të rëndësishëm, mendojeni mirë, këshilloni me mësuesët tuaj, këshilloni dhe me prindrit, sepse kjo do të përcaktojë në një farë mënyre studimet e mëtejshme. Për ata që nuk janë maturant të këtij viti, por të viteve të mëparshme, është formulari A1Z. I njohur edhe ky për të gjithë ata që ndjekin procesin. Po mirë është ta kujtojmë që për këtë të dytën ka vetëm 2 data në dispozicion. Prandaj, kemi postuar tashmë dhe kemi bërë të njohur për të gjithë aplikuesit sipas drejtorive rajonale arsimore. Në datën 2, 3 dhe 4 në Tiranë, Durrës dhe Fier, në datën 5, 6 dhe 9 në Korçë, Lezhë, do të jenë të gjithë në dispozicion për t'ju asistuar, për t'ju ndihmuar që nga mësuesit, drejtuesit e shkollave, drejtuesit e zyrave arsimore dhe të drejtorive rajonale. Dhe njëherë, kujtes për formularin A1Z, janë 2 data në dispozicion për të gjithë Republikën, data 10 dhe 11 shkurt. Mos ratifikimi i marrëveshjeve ka bllokuar paketën prej 171 milion eurosh për Kosovën nga Bashkimi Evropian. Kosova ka mbetur jashtë përfitimit nga paketa prej 171 milion eurosh e Komisionit Evropian për zhvillimin e infrastrukturës dhe sektorit privat në Ballkanin Perëndimor, për shkak të mosplotësimit të kushteve ligjore dhe bllokadës institucionale pas zgjedhjeve.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar se mungesa e ratifikimit të marrëveshjeve të HUAS dhe të lehtësimit në kuadër të lehtësimit për reformën dhe rritjen ka pamundësuar ende pagesat për Kosovën, duke thënë se vendi nuk mund të përfitojë nga këto fonde pa përmbushjen e procedurave ligjore. Një zëdhënës i Komisionit Evropian ka deklaruar se BE-ja shpreson që kjo çështje të zgjidhet së shpejti, ndërsa ka rikujtuar se Kosova ka përfituar së fundmi një ndihmë financiare prej 216 milion eurosh që përfshin programin e fondeve të reja dhe zhvillimin e kontratave prioritare. Sipas Komisionit Evropian, lirimi i shumës së mbetur prej 205 milion eurosh pritet në fillim të këtij viti, çka do të mundësonte rifillimin e kontraktimit të fondeve IPA dhe projekteve të kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor, pas një marrëveshjeje mbi prioritetet e programit. Komisioni kohët e fundit i dha Kosovës një ndihmë financiare prej 216 milion eurosh. Kjo përfshin programin e fondeve të reja 181 milion euro dhe vazhdimin e 4 kontratave prioritare me vlerë 35 milion euro që do të përfitojë popullsia e Kosovës. Komisioni synon të lirojë shumën e mbetur prej 205 milion eurosh në fillim të këtij viti. Kjo do të lejojë rifillimin e kontraktimit të mbetur të IPA 2021 rreth 17 milion euro, të IPA 2022 55.7 milion euro dhe kontraktimin e projekteve të tjera 132 milion euro pas një marrëveshjeje mbi prioritetet e programit për fondet e mbetura, thon nga Bashkimi Evropian. Gjithlindja e mesme do digjet nëse Amerika do sulmojë Iranin, tha udhëheqësi suprem i Iranit. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollahu Ali Khamenei, tha se sulmi i Amerikës ndaj Iranit do të shndërrohej në një konflikt rajonal, raportuan mediat shtetërore të dielën. SBA-t kanë rritur praninë e tyre ushtarake në lindjen e mesme, pasi presidenti Donald Trump e ka kërcënuar Iranin me ndërhyrje, nëse nuk bie dakord për një marrëveshje bërthamore ose nëse nuk do të ndalonte vrasjen e protestuesve. Një zgjidhje diplomatike mbetet në plan me Teheranin që thotë se është i gatshëm për negociata të drejta që nuk synojnë të kufizojnë aftësitë e tij mbrojtëse. Gjithashtu edhe presidenti Trump bëri të ditur se po zhvillohen diskutime serioze me Teheranin dhe ka shprehur shpresën se ato mund të çojnë drejt një marrëveshjeje të pranueshme. Marina amerikane aktualisht ka 6 destroyer, një aeroplan mbajtëse dhe 3 anije luftarake në rajon. Protestat që filluan në fund të dhjetorit për shkak të vështirësive ekonomike u shndërruan në sfidën më të madhe politike ndaj Republikës Islamike që nga themelimi i saj në vitin 1979. Situata është tensionuar më tej pas 2 shpërthimeve të ndodhura të shtunën në Iran, teksa presidenti Trump nënvizoi përsëri se Irani duhej të plotësonte 2 kushte për të shmangur ndërhyrjen ushtarake amerikane, të mos zhvillonte armë bërthamore dhe të ndalonte dhunën ndaj protestuesve. Sipas organizatave për të drejtat e njeriut, më shumë se 6300 persona janë vrarë që nga nisja e protestave, ndërsa paralajmërohet se numri viktimave mund të kalojë 25.000. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.